A jeni gati të shohim ndeshjen e parë të kampionatit botror? Nga sonte pas mesnate, bota e futbollit hyn në një kapitull të ri historik që do të sjellë spektaklin më të madh sportiv të këtij viti. Bëhet fjalë për kampionatin botror të klubeve. Për herë të parë në histori, 32 klubet më të mira të planetit do të përballen në një format të ngjashëm me Kupën e Botës për kombëtare, duke sjellë emocione, rivalitete dhe futboll të nivelit më të lartë. Me siguri jeni kurioz të dini rreth kriterit të përcaktimit të skuadrave pjesëmarrëse. Skuadrat pjesëmarrëse janë përzgjedhur sipas performancës së tyre në garat kontinentale gjatë 4 viteve të fundit, numrin më të madh të cilave përbëjnë ata të Evropës me gjithsej 12 ekipe. Përveç garës sportive, çdo klub do të synojë të fitojë këtë trofej edhe shkaku i kostës së lartë financiare. FIFA ka konfirmuar se fituesi i Kupës së Botës për klube 2025 do të marrë $125 milion. Çmimi më i madh për një turne futbolli klubesh në një format me 7 ndeshje. Kjo garë do të sjellë edhe disa risi në aspektin e referimit. Përveç përmirësimit të teknologjisë për zbulimin gjysmë automatik të pozicionit jashtë loje falë përdorimit të inteligjencës artificiale, referët do të pajisen edhe me kamera trupore, ndërsa shikuesi do të kenë mundësi që nëpërmjet ekraneve gjigante të shohin të njëjtat pamje që analizohen nga gjyqtarët gjatë përdorimit të varit për të sjellë më shumë transparencë. Për në fund t'ju tregoj se klubi im fatkeqësisht nuk merr pjesë në këtë garë, po juaj